Louis Pasteur 1822-1895. Kimisti dhe biologu francez Louis Pasteur është figura më e njohur e historisë së mjekësisë. Pasteuri ka shumë merita në zhvillimin e shkencës, por merita kryesore e tij qëndron në zbulimin e teorisë se sëmundjet shkaktohen nga mikrobet, si dhe në përpunimin e teknikës për vaksinimet preventive parandaluese. U lind në vitin 1822 në Dol të Francës lindore. Në shkollën e lartë në Paris ai studioi disa disiplina shkencore. Gjatë kohës kur ishte student, ai nuk shprehu ndonjë talent të veçantë. Madje një nga profesorët e tij nuk e vlerësoi ashtu si duhet. Megjithatë, kur mbrojti disertacionin për doktoraturë në vitin 1847, Pasteuri tregoi se profesori i tij kishte gabuar. Provat eksperimentale që kishte bërë me uthullën vërtetuan se ai, që në moshën 26 vjeçare, paskësh qenë një kimist i shquar. Kështu, synimi i tij shkencor u përqendrua në tharmimin e uthullës, ku vërtetoi se ky proces vazhdon në forma të përcaktuara mikrogjallësash. Pasteuri demonstroi gjithashtu se ekzistenca e formave të tjera të mikrogjallësave sillni rezultate të padëshirueshme gjatë tharmimit. Kjo ide e shpuri në mendimin se këto mikrogjallësa dëmtonin njeriu dhe gjallësat e tjera. Pasteuri nuk është zbuluesi i parë i teorisë se sëmundjet shkaktohen nga mikrobet. Hipoteza të ngjashme kanë shfaqur para tij Girolamo Fracastoro, Friedrich Henle e të tjerë. Por mbrojtja energjike që i bëri Pasteuri kësaj teorie duke argumentuar me shumë eksperiencë dhe demonstrime është faktori kryesor që siguroi vërtetësinë shkencore të kësaj teorie. Duke menduar se mikrobet janë shkaktari i sëmundjeve, Pasteuri në mënyrë logjike arriti në përfundimin se sëmundjet mund të shërohen në qoftë se ndalohet futja e mikrobeve në organizmin e njeriut. Mikrobet e dëmshme hyjnë në organizmin e njeriut nëpërmjet ushqimit dhe lëngjeve. Pasteuri përpunoi teknikën, e cila më vonë u quajt pasteurizëm, për zhdukjen e mikrogjallësave në lëngje. Kur kjo teknik zbatohet në praktik, për shembull te qumshti, atëre ai pushon së qeni burimi infeksionesh. Pikërisht për këtë arsye, Pasteuri këmbguli aq shumë për përdorimin e metodave antiseptike në mjekësi, duke ndikuar kështu edhe tek Jeff Listeri, i cili zbatoi një metodë të tillë në kirurgji. Për rreth 55 vite, Pasteuri ju kushtua antraktit, plasjes, sëmundje shumë infektive të kafshët dhe gjallësat e tjera, por që kalon lehtë dhe të njeriu. Ai arriti të vërtetonte se sëmundja e antraktit shkaktohet nga forma të përcaktuara bakteresh. Por më e rëndësishmja është se ai gjeti mënyrën e luftimit të mikrobit të antraktit. Në një organizëm të gjallë, ai futi bacil të dobët, antrakti, i cili provokoi një sëmundje të lehtë, por në të njëjtën kohë ndihmoi organizmin të krijonte imunitet vetjak. Pasteuri e demonstroi dukshëm efektin e imunitetit të kafshët, gjë që shkaktoi lot gëzimi. U bë qartë se kjo mënyrë mund të shfrytëzohej edhe për luftimin e shumë sëmundjeve të tjera infektive. Pasteuri krijoi dhe teknikën për vaksinimin e njerëzve kundër sëmundjes së tmerrshme të tërbimit. Pas tij, shkencëtar të tjerë krijuan vaksina kundër sëmundjeve të ndryshme, si kundër tifos epidemike, paralizës së fëmijëve, poliomelitit e tjerë. Pasteuri, shkencëtar i jashtëzakonshëm dhe i dashuruar pas punës, ka dhe një varg zbulimesh të tjera, jo aq të njohura, por me vlera të mëdha. Fale eksperimenteve të tij është vërtetuar se organizmat nuk lindin vetvetiu. Ai zbuloi dhe shfaqjen e anaerobisë, aftësinë e disa mikrogjallësave për të jetuar pa ajër dhe pa oksigjen. Studimet e tij për sëmundjet e krimit të mëndafshit kanë rëndësi të madhe ekonomike. Midis arritjeve të tjera është dhe krijimi i vaksinës kundër kolerës së pulave. Pasteuri vdiq në vitin 1895 pranë Parisit.
Shpesh Pasteri krahasohet me mjekun anglez Edward Jenner, që zbuloi vaksinën kundër sëmundjes së rënë të lis. Edhe pse zbulimi i Jennerit ka ndodhur 80 vjet sa më parë, ne nuk e vlerësojmë atë më shumë, pasi vaksina e tij vepron vetëm kundër një sëmundje, ndërsa vaksinat e zbuluara nga Pasteur mund të zbatohen për të luftuar shumë sëmundje. Nga gjysma e dytë e shekullit të 19 në pjesën më të madhe të botës, jeta mesatare e njeriut thuajse u dyfishua. Zgjatja karakteristike e jetës reflektohet shumë më thellë te njerëzit se nga çdo zbulim tjetër në gjithë historinë e gjinisë njerëzore. Shkenca bashkëkohore dhe mjekësia, si të thuash, na fali dhe një jetë tjetër. Në qoftë se kjo ishte merit vetëm e Pasteurit, nuk do të më dysheshim për ta vënë në vend të parë. Megjithatë, arritja e Pasteurit është themelore dhe padyshim merita më e madhe e tij është për paksimin e vdekjeve gjatë shekullit të kaluar. Për këtë shkak, ai meriton plotësisht vendin dinjitoz në këtë cikël dokumentarësh.